Përse I dërguari nuk na ka informuar për kohën kur do të ndodh kiameti. Së pari, I dërguari alayhi selam nuk na ka treguar për kohën e ndodhisë së kiametit, nga se ai vetë nuk e dinte se kur do të ndodh. Allahu thotë: "Të pyesim ty, Muhammed, për çastin, katastrofën e përgjithshme, se kur do të ndodh ai. Thuaj, atë e di vetëm Zoti im. Kohën e tij nuk mund ta zbuloj kush pos ti, e sjell kiametin pa e hetuar asnjë nga krijesat. Çështja e tij se kur do të ndodh është preokupim I rënd për krijesat në qiellje në tokë. Ai, katastrofa, nuk ju vjen ndryshe, vetëm befas. Të pyesin ty sikur ti di për të. Thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din. Pse është e fshehtë, Surja Araf 187. Njerëzit të pyesin për kiametin, katastrofën, e ti thuaj, për atë di vetëm Allahu, ku mund ta dish ti, ai ndoshta është afër. Surja Zab 63. Njerëzit e pyesnin të dërguarin alayhi selam për kohën se kur do të ndodh kiameti. Allahu e urdhëroi që njohurinë për të ta kthej tek ai. Thuaj, për të di vetëm Allahu. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodh ai, po në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë? Vetëm te Zoti yt është dienia për të. Ti je vetëm qortuesi atij që ja ka frikën atij. Surja Naziat 42-45. Ndërsa prej haditheve të cilat tregojnë se kohën e ndodhisë së kiametit nuk e di askush pos Allahut, është hadithi I njohur I engjëllit Xhibril në pyetjen që ja parashtron të dërguarit alayhi selam: "Kur është kiameti?" Tha, I pyeturi nuk është më I ditur se sa pyetsi. Erdhi një njeri tek I dërguari alayhi selam dhe e pyeti: "O I dërguari I Allahut, kur është kiameti?" I tha: "Çfarë ke përgatitur për atë ditë?" Tha: "Nuk jam përgatitur me shumë namaz, agjërime, sadaka, por se unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij." Tha profeti alayhi selam: "Njeriu është me atë që e do." Së dyti, nëse thuhet se pse nuk na ka treguar për kohën e ndodhisë së kiametit, urtësi është fshehja e kohës së saj nga krijesat, nga se I dërguari alayhi selam u dërgua si përgëzues me xhenet për atë që e pason dhe kërcënues me zjarr për atë që e kundërshton, kërcënues nga kiameti, zjarri dhe vuajtjet e tyre. Dobia bëhet e qartë, por nëse fshihet koha e saj, që të friksohen popujt e çdo kohe se mund t'ju vijë. Njohja e kohës së ndodhisë, caktimi I ditës e kundërshton këtë dobi, madje ka të këqija të shumta. Nëse I dërguari alayhi selam u kishte thënë njerëzve, kiameti do t'ju vijë njerëzve pas 1000 vitesh, prej ditës së sotme për shembull, gënjeshtarët do t'i shije se si tallen me këtë lajm, e duke e tepruar në talljet dhe tek dyshuesit ushtohet dyshimi. Urtësia e përsosur është në fshehjen e çështjes së kiametit për botën, ashtu si Allahu fsheu kohën e kiametit të veçantë për çdo njeri, e që është vdekja. Dietari El Elusi, Allahu e mëshiroft, ka thënë: Allahu I lartësuar fshehu çështjen si pasojë e urtësisë legjislative, sepse ai thiri që të respektohet dhe ndaloi nga mëkati, ashtu siç fshehu vdekjen për njeriu. Ajetet aludojnë se I dërguari alayhi selam nuk e dinte ndodhinë e kiametit, por ai alayhi selam e dinte afërsinë e saj në përgjithësi dhe I dërguari alayhi selam na tregoi për këtë. Muslimanët duhet ta kenë frikë të ditë, e kjo frikë I shpije ata që të kenë ndërgjegje nga Allahu në veprat e tyre, t'i përmbahen të vërtetës e të kërkojnë të mirën, të kenë ndroje nga të këqijat dhe mëkatet dhe çështjen e kiametit, të mos e shndërrojnë në polemika dhe thasheteme. Allahu ka vendosur shenja të cilat tregojnë për afërsinë e ndodhisë së kiametit, që kjo të jetë për ta nxitës për veprat mira, frikë ndaj Allahut, largim nga ndalesat. Çdo herë që shohin një shenjë prej shenjave të tij që është realizuar, shtohet frika e tyre ndaj kiametit dhe vuajtjeve të saj, shtohet bindja e tyre për afrimin e saj, e kështu shtohet edhe përgatitja e tyre për këtë ditë me vepra të mira. Allahu thot: "Po ata a presin tjetër, pos kiametit, I cili do të vijë befas, e para shenjat e tij tashmë kanë ardhur." Surja Muhammed 18. I dërguari alayhi selam ka thënë: "Shpejtoni me vepra para gjashtëve, lindjes së diellit nga perëndimi, tymit, dexhallit, kafshës, ndodhisë të veçantë për ju, vdekjen ose udhëheqjes së njerëzve. Pra veproni para 6 argumenteve që tregojnë ndodhinë e kiametit,
Shpejtoni me veprat mira para se të ndodh, nga si veprat pasi të ndodh nuk pranohet e as i konsiderohet. Sheikh Uthejmini, Allahu e mëshiroft, ka thënë: Allahu i lartësuar nuk e ka fshehur në përgjithësi njohurinë mbi kiametin, por as i e ka sqaruar atë në përgjithësi, duke përmendur se kur do të ndodh, por ka sqaruar shenjat e saj. Ka fshehur prej tyre diturinë se kur do të ndodh, e kjo nga urtësia dhe mëshira e tij. Allahu i madhëruar po të kishte treguar njerëzve do të kishte ndodhur fatkeqësi, dëm, do të ngatrohej interesi i përgjithshëm, veç Allahu e di sa, posaçërisht ata që janë më afër fundit. Por Allahu e ka fshehur këtë, ashtu siç e fshehu për çdo njeri fundin e jetës së tij, që të mos e lë veprën, posaçërisht kur i afrohet atij vdekja. Kush mediton në atë që Allahu u tregoi krijesave prej gjërave të fshehta, dhe atë që Allahu e fshehu prej tyre, i bëhet e qartë urtësia dhe mëshira e Allahut. E lutim Allahun e madhëruar të na jap sukses në shfrytëzimin e kohës, në adhurimin ndaj tij. Amin.